fillon me parlamentin, çfarë kërkon? Të paralajmëron Elisa, qëndrim kundër çdo vendimi që mund të dëmtojë sistemin e kontrollit dhe balancës. Këtë keni bërë gjithë të vite. Keni dashur të shkatroni sistemin e kontrollit, e keni shkatruar në fakt sistemin e kontrollit dhe balancës. Por jo, nuk do ndodhë më. E ke në fjalin e parë. Çfarë kërkon tjetër? Dhe po ashtu të vazhdon nënvizon detyrimin e Kuvendit të Shqipërisë për të respektuar vendimet e gjykatës kushtetuese pa vonesa. Po çfarë bën që nuk i plotson? Po ju duhej. Ju duhej deputetja, i duhej Edi Ramës të mbronte një deputete dhe nuk e zbaton vendimin e kushtetutës, e mbrojti i dha vota që të hynte në kuvend për ta mbrojtur. Po pse kështu? Kështu hym neve në Evropë. Çdo gjë që duhet për integrimin. Por ajo që na u sigurua është që procesi do të jetë në bazë meritokracie. Step by step, hap pas hapi, duke plotësuar të gjitha kushtet dhe duke plotësuar të gjitha kriteret. Nuk ju ndalova për fjalor, duhet ju kisha ndaluar në fakt me mesazhet që po marr, se si e lejoni, sepse dua vërtet që të gjithë të dëgjojnë se çfarë keni për të thënë ju, që ndoshta edhe personalisht jeni një nga arsyet kryesore pse Partia Demokratike ka marrë atë rezultat që ka marrë në qarkun e Tiranës. Turpin ju nuk ta e tregoni dot ne, ju që nuk lini derë pa shkuar e nuk lini